pjesën e mbaron. Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. E prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koha Visionin dhe me Glam Radion. Po shpresojmë që ka qenë dita shumë e mirë. Tash është momenti për me shiu këto rigat e shiu që i keni në Prishtinë, në kryeqytet. Po të njëjtën kohë edhe me na informu me pjesë të ngarkuara në komunikacion kudo që ka kolon, thjesht me na dërgu foto, edhe na me mujt me informu gjithë pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Edhe sot e kemi një tim për të cilën do të flasim, por paraprakisht kam kënaqësinë ta prezantoj kolegën time Matre Fiona Gjema Troshfupa. Faleminderit. Çfarë ditë e mirë me shije vranët. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Fal për vetë. Shumë e mirë. Nëse koha është e mirë, temperaturat janë goxha të larta, por ka rreshit shiut që nisën këtë pasdite. Nuk e di, po e di pse bjen shiu. Na ka treguar Simi, domethënë ja 50 milion herë prej se ka filluar ky emision dhe vazhdon ta tregoj pse shiu bjen. Ka dalë se ty shokon? A pesë se kam mësu, domethënë. S'ka shkolla? S'ka shkollë me zbritaj. Nëse. Uroj që dhe sot kena me u kënaq me temën që kemi përgjedhur për juve dhe sot do të ndajmë kontrolla falas për ehun e xhirit. Në pjesën e dytë do të kemi edhe intervistë në studio për një event shumë interesant që ka mbajtur shumë shpejt në Prishtinë. Pse po qesh? Për dorën time si deputete? Po, domethënë. Po më Nëse vetë jona këngën e parë, tema është kjo, gjërat e vogla që ta ndreqin ditën, se sumet me folsat. Atë ka munguar Dafina Zeçiri që po e hap emisionin, mua më ka mungu, domethënë, po pres me na godit, po pres me na godit me na këngë tre. Hajde Dafi, mirë se erdhe. Jeni duke na ndjek se Petrol Company në fushë Kosovë ka derivatet me çmimet më të mira. Në 19 keni benzinën e dizelën, edhe mundri me u bë pjesë lodhësh për plusë të rimbush makinë me derivate edhe të euro në kuponisë 2 kupona 33 kupona e tutje. Por kjo vlen edhe për secilin pikë tjetër të Petrol Kompanisë, jo vetëm fushë Kosovë. Vetëm se në fushë Kosovë keni çmimet 19 benzinën dhe dizelin. Sa i përket komunikacionit, informatat e para që kanë arritur na tregojnë për pjesën e Vetërnikut, kolon e gjatë nga lart Vetërniku tutje deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Kolon është edhe pjesa nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut. E ngarkuar është rruga Tirana nga stacioni i trenit deri tek rrethi Duplex dhe rruga Gim Ramadani në drejtim për te komuna nga udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat e para që kanë arritur në 049978978. Ju mundni me vazhdu me na dërgu foto, me na tregu për pjesë më të ngarkuara, edhe të njëjtën kohë me na telefonua, me na tregu ato gjërat e vogla që ta ndreshin ditën. Cilat janë ato gjërat e vogla që ta ndreshin ditën? Një kafe ka njerë mjafton, në qetësi, në një ambient të bukur, me një ambient inspirues. Mjafton, ka një herë. Ka një herë, jo gjithmonë. Ka një herë, po. Alo, përshëndetje, telefonata e parë. Qazimi. O, Qazim, përshëndetje. Përshëndetje. Qështë kemi sot? Mirë. Mirë? Tregom për ty. Cilat janë ato gjërat e vogla që ta ndreqin ditën? Në lonë një kolit, një shkall e se në bën një telefon. Një telefonat nga dikush i afërm, nga një shok, shoqe, familjar, do më thonë ta ndreq ditën. Po, e se një kolit vogël. Okej, faleminderit shumë që na telefonove, Qazim. Gjithmonë një drejt për drejt në përgjigje, faleminderit. Po, edhe ta pisakt, oj Fion. Ndryshe prej shumë. Po. Edhe një kolon ka. Hajde, tregom. E boshiet nga fshati Vragoli deri te hyrja autostradës, pjesë ngarkuar me kolon. I mirë me fol për kolon, po mirë kolonës. I mirë, jo për mik, çka më ka ndodhur dia. Domethënë, po ç'kjo është kur ski kush ka, a den se mund të më tregu dikush na skeshëm. Foto. Kleni, s'pat kush me kallzuar. S'kesh kush më kallzuar, thonë, "O, mos i bëra nesë se din çka nesë." Nesë qendra është shoqënit mirë, kështu që nuk ka pa problem. Po. Qendra është gjithmonë ngarku me ajo dihet, po unë domethënë gjithmonë tregoj që i përdori rrugët alternative. Po s'ki kujt i kallzon. Po, çka më po? Kujt i kallzon. Edhe ti ke shoqënit mirë tani harrove me kallzuar. Jo, përshëndetje. Përshëndetje. 2 orë. Kush na ka telefonu? Meha. Ku je me?
Se mirë, faleminderit, sa jeni mirë Juseni. Mirë, faleminderit, me edhe ne mirë jemi. Po më vjen mirë që jeni mirë. Edhe mu po më vjen mirë që je mirë. Hajde tregon gjërat e vogla që ta ndreshin ditën. Cilat janë disa gjërat vogla që mund me ta ndresh ditën? E kom pak një bisedë shkurt me ty. Hajde. Sonte të orës 9 ishte temperaturat ishin nxehta. Pse po thu që ka lojë shumë? Bashloja jote sonte ishte nxehtish. Unë e se kom njetë me këshyrë në rqebe, nesër të shuna e mësoj vish rezultatin. Qa me këshyrë atë? Ja, pa këshyrë lojës bashkë sonte edhe... E të shpresojna që ka me i zhegrova, po me luj që ajo kish me qenë shumë mirë. Që ajo kish me qenë shumë mirë. Tregon gjërat e vogla që ta ndreshin ditën. Po që se për shembull sonte një lojë futbolli e mirë, po. Edhe dje ka pas lojë futbollit shumë mira që definitivisht mund me ta ndresh ditën për këta të Arsenalit, ditën e ndresht e kam pas sot ton ditën. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë e pas një pasditë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Që mu ma kishë ndresh ditën, do më thonë një ndryshim i stilit të dhomës aty. Shembull me shkutenza, po me shkutenza, me bo një kombinim, s'tash po ta japin mundësinë, e bëm vetë një set, e merr një dhomë gjumi, një tavolinë ngrënjes, qysh dëni përzin krejt, edhe përfiton deri në 50% zbritje. Për juve që po dëni me ndru komplet, mos harroni me shku tek Enza Home dhe me përfitu nga kjo super ofertë Enza Home Kosovë, për juve që dëni me pa përmes rrjeteve sociale. Telefonata radhës. Përshëndetje. Përshëndetje, Osman, që shjem? Mirë, faleminderit. Vjen mirë. Mirë për mrekulli. Tregom cilat janë ato gjërat e vogla që ta ndreqin ditën? Po, në fjallë mirë, apo edhe në si për shembull se tha timi sport, në ndeshje mirë. Okej, edhe ty sporti, do më thonë një ndeshje e mirë, një lojë e mirë, ta ndreq ditën. Edhe në fjallë mirë. Edhe një fjallë mirë. Ajo pa tjetër s'ka diskutim. Faleminderit shumë, Osman, përshëndesim. Faleminderit për timin, kam thirr ata për grus, po në dia. Jo, kanë me thirr, se po apo e kanë thirr, po thotë, edhe çka? Po dia shkon gruaja, po të po është mirë me shku, është shumë mirë me shku, me shfryzu këtë mundësi, nuk e di për punën e transportit, a është problemi aty apo ku, po sa i përket EOS shumë mirë me bo një EO të gjirit për me eliminu çfarë do rreziku që mundet me qenë. Larg qoftë. Tong. Faleminderit. Gjithsesi është mirë me njoftu spitalin nëse rast se nuk shkon, po na zëvendësojmë edhe e dërgojmë dikon që mundet me shku. E vërtet. Por ndryshe mundën tash me na shkru dy zonjusha që dojnë me shku me bo një eho të gjirit, me na shkru qysh tani, emër mbi emër, numër telefoni, kur gjatë tjetër. Edhe na kena mi dërgut dhanat, edhe masa ne ju thirin edhe ju lajnë terminin për me bo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Arsim Shuki. Si edhe si kalon? Valloj që mirë, se po kalon ja po luam. Faleminderit. Jo as pak. Si e ti, çysh e ke pas ditën? Ma mirë s'ka se qysh Arsim. Vetë zot zgatë. Tlum, po më vjen shumë mirë. Ahmet. Por në Arsim. Gjërat e vogla që ta ndreqin ditën janë. Valloj Arsim, çunë unë një pedi po. Po me pas vesh një të vogël e ti shka. Dy kokra me pas vetëm lërez, ma në rejsh dhe ditën, edhe ma malzën gjithë ditën ma malzën. Edhe pa të me gjithë të lumi banë, me një pjotë vogër të mlërizve. Qa që ndreshet njëri të rita? Më thonë, hajde me orë një tabël të mlëriz me dy të lumat, ty të ndreshet java. Po, ja, i bëhet shumë, i bëhet atë një avdeta një ndrejqet ashtë. E kuptaj. Faleminderit shumë, je i mrekullueshëm. Sa pak kërkoni nga jeta. Edhe ju jeni ashtot mrekullueshëm. Faleminderit Ahmet. Që jeni mirë, musteqet i pas ke hekve Arsen, po pësilove. Jeka, e se dali në bet, qatë rrugë e kanë. Po. Ska ka shkojnë. Një përshëndes, a ka lëzë mirë, tong. Ahmet, shumë po pyte dhe ti. Ka mankesat, Ahmet. Nejse, ju ty dy kokra orez, ose Tomol orez që ka tha, mu për shembull një bilet aeroplanit. Me më thonë Prishtina tiket, që biletën? Që biletën, shko në Luksemburg, apo në Paris, ku do që të duash? Kryse. Kysh bo dhe një drejtë.
Tani të këshyri. Tani isha me ju lajmëroj. Tani veç ju lajmëroj. Ju lajmëroj, po. Prishtinaticket.net për krejt ju që jeni du planifiku pushimet e vjeshtës, udhëtimet e radhës, qoftë për një vikend, qoftë për ma gjatë, qoftë për një drejtim ose dy ku doni. E keni Zvicrën, Sloveninë, Gjermaninë, Suedinë, Luksemburgun edhe Parisin, që është linja direkte vetmja në Kosovë nga aeroporti Prishtinës, Prishtinë, Paris, Prishtinë. Kështu që vizitoni Prishtinaticket.net edhe shihni që do të keni 20 kg bagazhin falas, çantën e dorës deri në 6 kg krejt i keni të përfshime në këtë çmim. Ka ardhur një mesazh shumë interesant nga Eminia për një dëgjuesin ton të rregullt që e kena përmend, po s'pëdojna me përmend me emën. E kena përmend pak a shumë një ditë me Fionën, edhe po thot ku është pse s'po lajmërohet, i tregova që familja ja ka ndalu. I ka thonë mos thërse horna bune. E kena tregu një ditë, po s'na paske ndëgju Eminia, po si do që tjetë na po thojnë apet. Edhe unë edhe Fiona e na një shumë kesh, nëse ja kena shumë një fa referati shumë gjatë. Ishma larkë se dje përmenda rastin e X-bësit. Nëse nuk besoj që ka pas diçka me bohor, një njeri që ka qenë me pozitivitet jashtëzakonshëm, me super energji në moshën e tina, po. Dhe ka qenë në mendësi, në mentalitet, më i emancipuar se sa shumica që na ndjekin. Sikur do më thonë ata tishin kon mentalitetin e këtina, nuk e kishin shkru ata, kishin thonë ju lut na thërnë një ditë në studio se u knaq me juve, na u knaqu me to. E të jo, po nese. Vesh me siguru dëgjuesen Eminen, që është mirë me shëndet, po besoj. Po, ka tentu një ditë me na thirë, po për ndryshe më kanë thonë mja bloku numrin, thash nuk e blokoj kur. Alo, përshëndetje Viber, kur? Kena kujt mja bloku, jo. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, kush na telefonon? Gjyle Patolli. Si jeni nga na telefonon, prej cilit vend? Hajvalis. Prej Hajvalis, thuj Patolli, ku do është e tjetër te, po thuj qa po vetë kështu? Nga qendra. Nga qendra, thuj. Oj, Gjyl. Purna. A je mirë si Gjyli kështu? Besoj që zemrën e kam të mirë. Ama dhe ca gjemba, dhe ca gjemba Gjyli ka do gjemba onash. A i ki edhe ti kur duhet? Gjembat kusht mucë. E që ashtu, ta një fshat mirën. Okej, thuj jam si Gjyli. Kush më prek thuj kus dohet? I ka do të mira, i dhe më thonë, ka diçka po e prekje kus dohet, vesh kur të shakisht në shkaj. Sa është kolegu im sot. Gjatë e vogla që ta ndreshin ditën. Uj rrugove ka ju msil, do më thonë. Ka ju msil. Nëse lexoj një libër, po edhe një rresht që më pëlqen, ajo ma ndresh ditën. Ta një fshat mirën. Do më thonë, ty mundet me ta ndresh ditën edhe një thanje e mirë. Po. Shumë mirë, po më vjen shumë mirë. Faleminderit shumë që na ke thirr. Edhe na ke jep energji shumë mirë. Kaloni mirë. Shëndet, kalosh mirë edhe ti. Që bre sa mirë. 049978 ndëgjoni. S'djej po do më thonë policia me ato Toyotat Yarisat e vogël, plot Toyota Yarisat vogël, edhe thash, një ditë më shkoj mendja, thash pse policia s'po kalon Yarisa në kryeqytet. S'ka nevojë për ndaj vetur më të madhe, veç kur ato për përndjekje që janë, ato moj me siguri të shka, po që të në përqytet vogla vëse më të mira edhe ati shka është mira nuk e një njëheq, vish kur e shem rabateje kur të sheterë, as t'i fshon drita ata s'kur gjatë o mo bre ideale, bravo policia Kosovës. Për ndryshe për juve që doni me i bo vetura Toyota ose po mendoni me u bo me një vetur tre, po mendoni për me pëzgjedh një vetur e cila do më tha ka me qenë komodë dhe për familjen, edhe për shoferet të ri, për ata që dojnë me u gnaq vetura i bret, shkoni tek Autotrade në Çagllavic, jo te treni, po në Çagllavic, edhe i bleni vetura Toyota me super ofertë, super çmim edhe mos harroni ka 10 vite garancion secila vetur Toyota. Edhe inspektoratit ja kisha rekomanduar. Kështu më shku ka dalë. Ka dalë? I kanë edhe ata më duket do. Nëse të shkon që punojnë më shumë se që. Okej. Alo. Mos ma presh be disponibilitet, e peso mirë kesh. Për policinë pesa mirë agova. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Peden. Jo spedi. A peden sem? A peden? A peden? O, a peden, qysht kemi? Po mdo këtë pingatrojna dhe dëgjust. Tregom për ty cilat janë ato gjërat e vogla që ta ndreqin ditën. O, gjërat e vogla që ma ndreqin ditën është një kafe me gru kur të pi të në ditën shkon marë. Pavarësisht disponimit, muhabetit, do më thonë veç ai momenti i kafes. Po. Interesant, thash unë e marrët kafe, apo nuk e përmenda me kënë, veç tash një kafe, ka njerë vetë, ka njerë me dikon? Jo, unë thash,
Jo, në thash me gru kur të më ndreq kafën gruaja mund të dita morë edhe shumë. Hade? Abedin, përshëndesim, Abedin. Ju përshëndes edhe juve. Respekt atje. Gjithat mirat, faleminderit. Respekte. E kena veç për zojën e parë që ka fitu kontrollën, ka me marr kontrollën, se si na se kena bolu është për blysën a këto. Do të përfitoj nga dhurata e Kosova Gjap. Po, Besa, mirë e kam. Për ndryshe, po e presim edhe një emër të një zonjushës, emër mbi emër numër telefonit, edhe një mundemi me e dhonë sot, dhe pse jo me shku me bo kontrollën. Telefonata, fillimisht, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Zarif janë nga komuna me Lishevës. Si e Zarife? Mirë ju, seni. Mirë, faleminderit edhe na këtu nga komuna Prishtinës. Mirë po kalojna, nuk është keq, po bjem pak shi, po është mirë, fresk. A thupse. Gjërat e vogla që më ndresin ditën. Del në temë. Po? Janë fjalët e bukura. Fjalët e bukura. Do më thonë me thirr dikush ose vish me ta thonë dikush një fjalë të mirë, ndreshet dita aty apo? Ndreshet dita. Ani e pas shnetën, faleminderit që na ke thirr. Faleminderit, ditën e mirë, kalofshi. Gjithat mirat, faleminderit. Andres edhe kjo fjalë e mirë, po e ranësht. Neve na ndreshet dita zakonisht në emision, se përveç faktit që bashkëbisedojmë, përveç faktit që marrim komplimente, marrim fjalë të mira, përveç bashkimit, do të thonë është momenti kur neve na ndreqet dita. Po flas për vete, po supozoj që dhe përcimin deri dikon. Pse duket më nervoz dhe ka një farë diqysh di, nuk është i qeshur siguron, po prapë i ndreqet. Unë ndreqet dita, do më thonë. Ndok na më nervoz. Jo, s'keni parë gjë akoma. Edhe kur metet ngolon, edhe atë çat herë ndreqet dita, është një prej ditëve favorite. Nuk i ndodh shpesh, po ka një herë ndodh. Unë se kisha pa kryeqytetin, do të thonë prej kur i kanë qit ato vijat e verdhat e xhamia aty, xhamia e Çarshis, prej atësh nuk e kum pa pjesë. Po prej atëher nuk e kum pa. Kur shkova thash, wow. Ajo rrugë do të thonë më bën shumë vështypje, edhe sa të kaloj në atë rrugë, do të thonë ajo pjesa prej katrorit të verdhë deri poshtë, ai rreth i vogël me fontan që është aty. Desh aty kanë shtruar, do të thonë tek pak para fontanës. E prej fontanës e deri sa të delte, nuk e di çfarë kam në rrugë atash ku shkon te komuna e vjetër. Aty do të thonë të ngallzu nëse ki gurën veshka ose diçka preferohet me kaluan i disa gjatë ditës. Kishin bëni marrëveshje me çikukën. Do të thonë janë pyetje një 30-50 metra rrugë, të cilat i kanë lënë. Do me dita ki gurën veshk, bëri një herë do të thonë çfarë rrugës, çe telefonata. Alo. Alo. Përshëndetje, Fiona. Gane, përshëndetje. Si jemi? Hala se pas ke ndru telefonin më i Gane. Jo. Hajde tregon. Na metëm. Hajde sot, hajde nesër. Gjërat e vogla që ta ndreqin ditën. Përshëndetje. Gjërat e vogla një darkë me familjen time, një shëtitja. Një darkë, bravo. Një tubime me familjen. Po ashtu edhe notat e mira kur të mi bjen djalin nga shkolla. Notat, bravo. S'bën me mungu kjo e fundit. Faleminderit. E naj tresh, me çka ndodh me naj tresh, me naj patusha? Mirë është, më të mirë është, bashkë mirë është. Jo një herë s'ka ndodh. S'ka ndodh, se ke përjetu halakët ndjenja. Jo. Ani Gani shalla se përjeton. Se më çka ka lidhur ai notë është ajo. Po nejse te tregon. Do të thonë për me ka një mirë më këtë lënë. Në çato çka të mundet letosh, çdo më thonë. Po si do të jetë? Mund të shkëlqysh në të gjitha lëndët, por duhet me dhon maksimumin në të gjitha lëndët. Maksimumi u ka në tresh, edhe në rregull është që u ka në tresh. Po, mundet me kanë aty diku në 5 që dikush. A më me qenë disa lëndë. Nuk mundet me 5-6 lëndë me qenë ku ti nuk po tregohesh. I mirë. Me thon më shumë se një. Po. Ka probleme aty. Ka probleme, po çfarë? Po zakonisht fillojnë në shkollë të mesme. Nuk e di alosh që starta kanë dalë me naj zbulim, me naj ulumtim se çka me bëu në këtë rast, për mos me hup motivimi në këtë kohë. Po ni thuaj se mirë është ja rrikra. Tip këtë soket, tip mini, tip super edhe tip max. Janë 3 super pako që po jep Pipko, mundësi për me aktivizu ju që jeni me para pagim, edhe me i përfitu në tip mini 200 minuta 100 SMS 3 plus 3 GB, tip super 300 minuta 100 SMS 8 plus 8 GB që vlenë në Ballkanin perëndimor, dhe tip super me 500 minuta 100 SMS 15 plus 15 GB që vlenë në Ballkanin perëndimor. Njënin prej dyqaneve Ipko, ose edhe mundrimi i pa kodë që keni yll 110 yll 123 varet, po thurje, edhe aktivizoni kodin. Alo, përshëndetje. Përshëndesim me Drimon. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndetje? Serioz jam. A prishë disponime na përshëndetje.
Fatmirja, përshëndet. Oj, Fatmirë, si e? Oj, Fatmirë, shtine me kesh pak cimin, se shumë i vërës. Po kesh një ballë dhe po ka qef kjo se qashtu. Sot pidokën kret njerës si kur koha Fionës. Kret. A di që porëzit që të regoj t'i shka? Unë dhe më ban të lumë të shumë. Kur bjen shi, edhe me dojnë në gërmi, me ecë me vajzën e tezës dhe me motrën time, me ecë molit asajde, edhe me pini kafe, me najt postat, e duk shumë keca. Do më thonë, një ecje e mirë në shi, ty të ndresh ditën. Po, e pas të shoshe. Faleminderit shumë që na kjo thirë. Ju dëshiroj shëndet dhe ju dua shumë. Edhe na dojna ty alo më shumë. Kesh tu i tregu postet, aty në qysh është Fiona, më thonë, sot. Se ka gatë kështu, po nejse. Unë edhe ndriti ullën që aty vish vetë, dispone muhabet, kjo që atje në qësh krejt. Ta shku, oj Fion, kur kjo. Kishe që të jam, a dhe në regull. Veç më leni të qetë. Po, edhe, po thot me disponim. Po lekur, po hen këto ka kish. Nejse për ndritin sot s'ke ferë, se ma ka lëshu një kongë që e kom qef në emision, në ora 12. A di që alo pidhomi fullqi do me thonë të munu me zër me... Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Një gjyshe nga Prizreni. Hajde gjyshe nga Prizreni, qështë kemi? Mirë shumë, faleminderit. Qështë kemi Prizrenin? Me shi, me djel, me bor? E kemi pak me shi, pak bront. Sikur cimi, okej. Gjyshe nga Prizreni, tregom cilat janë gjërat që të ndreshin ditën. Telefonatat e fëmijëve mi në mëngjes, kur më tregojnë që janë shumë mirë. Ajo është... Ku jetojnë fëmijët nëse më lejon me të pyet? A janë jashtë në diaspor? Në shtetet jashtë. A jetojnë jashtë, okej. Edhe ata më ndreqin ditën edhe fillon disponimi për tanë ditën. Shumë e kuptueshme. Kur merrni lajm të mirë, domethënë, që të dashurit janë mirë. Faleminderit shumë që na telefonove, të fala Prizrenit. Shumë mirë, na ndreshni mbas ditën edhe ju neve. Faleminderit, definitivisht. Thimi pak më pak. Pas ka sot dresh me cimin, qështu i ka deri tonën është okej. Kondicioneret midea për ata, do më thonë që kanë temperaturë këto momente dojnë me u fresku, ose që dojnë me pastru pak ajrin mrena, ose nëse e kanë toft me lëshu në zet, krejt që i vynë ajo ka inteligencën artificiali i kupton këto sene. A i znohet midea nëse Jo, do më thonë me inteligencë artificiali pindresh të sene, edhe përveç asojna ju kursan 30% ma shumë energji elektrike. Për çdo blerje të produkteve Midea ju futën një lojë shpërblyese edhe mundeni me fitu një vetur bët ose BID. Alo, përshëndetje. Ibrahimin është tuna përcjell, po na shkruan, po na përshëndet. Faleminderit shumë. Ta përshëndes live. Okej. Alo, mirë dita. Mirë dita. Si jeni dhe si kaloni? Mirë, faleminderit ju. Si jeni si kaloni? Ngani vish dy fjalë, të mirë, se aty më thon prokullushën në këtë vërt. Po, te provat, po. Juve dhe Robert Buën e pasi ditë morë ditën e mirë. Hajde kalofsh mirë, faleminderit shumë edhe unë përshëndes Robin shumë. Hajde. Ton kalofsh mirë. Shkort. Ke bjen që ndreshet dita, po në qësi sene. A të ndresht se more kompliment? Unë jo mëre. Unë të ndresht të kom gjithë. Jo. E si shagut, me thonë. E se përveç kur kryet emisioni edhe shkoj shpet. Kalzoj ku ka kolon. Kolon e madhe po shihet nga Slatina deri në qasjen e autostradës në Vetërnik. Kolon shumë e madhe. Pastaj qasja për të kreti i Çaklavicës me kolon në këto momente. Pjesa nga Vetërniku lart, nga Olbi Mall deri tek rrethi i ambasadës amerikane me kolon, rrethi me flamur rrethi i spitalit po dihet që është me kolon këto momente dhe e ngarkuar është hyrja në Prishtinë, po shihet nga zona industriale tutje që është e ngarkuar deri tek udhkryqi i katedrales. Këto janë dhe informata të radhës që kemi pranuar në 049978978. Edhe njëherë po du me bo thirrje se se di, jo, s'm pas ka orë kusht tjetër. Për qatë kontrol, se keshtu ju të munu me i pa dhe mesazhet, nësë me na ik diçka, po në rregull jena. Emër mbi emër, numër telefonit. Që për përsëris edhe një herë, për ata që ndërshta sa po janë kyç Kosova Job po i dhuron në total mos kesh. Kosova Job po i dhuron në total 20 kontrolla falas e autogjirit në në bashkëpunim me një spital privat në vendin ton. Deri më tash i kemi ndoa mbi 13, ndoshta edhe me të sot me të bon 15, por ka pas edhe disa që ende janë pikpyetja shkojnë apo nuk shkojnë, të cilat kena me i zëvendësu gjatë ditëve në vazhdim për me plotësu numrin që Kosova Job e ka nda për dëgjuesit edhe shikuesit e Glam Radios.
Besa kem duket personi I parë që na shkruajti. Po, që pas ka ardhur edhe një tjetër. Edhe mesazhi I dytë pas ka ardhur, domethënë na tregon si emrin, sonë nuk kam çasje me. Që ka Zoja Gjyle, edhe po që kena bisedu, po që ka thirrë tani unë nuk e kum pa, që I hina edhe një herë mesazhave krejt, edhe fatmirësisht që e poshtë se tani më kish thon najsan, kish thon qysh, bre. Na falem, nuk e lexove. Nuk e lexove. Okej, përshëndesim e falenderojmë shumë zonjën Gjyl edhe Besën që na kanë shkruajt, kanë me u kontaktu direkt nga spitali për me lënë terminin, edhe kur do që të keni mundësi në bashkëpunim me ta patjetër, e lënë terminin edhe uroj që gjithçka me të qenë në rregull. Me ty fillon parandalimi, kjo është edhe motoja e si vjetme e muajit roz, kështu që ju lutem bëni gjithçka për shëndetin që është primare për secilin prej nesh. Mos ta lojmë për nesër. Alo, përshëndetje telefonata. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ystri Shurdhëqe. Qysh je Ystre, a je mirë? Prej nga Pnathir? Prej Gjermanisë. Prej Gjermanisë. Hajde tregom. Po? Dia ku mor për Kosovë. Tash a jeton atje këtu? Jo, ko. Okej. Ku është ka? To atje. Perëndim thuj, perëndim. Çashtu po mirë mi vesh malet. Si nuk do me posë vizonin fjani. Fiona po ka qef me dal ma shumë kamerë, unë që shtë vish pasit. Që ti që aty vish pak vogël? Mëse po qëtë vogël që të po dal nashta pak so. Ju dua shumë. Edhe na Ystri. O ma knajt zemrën sot me shto ju dua, dine. Një me ma knajt zemrën. Se e pesho që pe thoni kështu me zemrë. Unë kratë hamen. Unë kratë. Ystri, sot kokë në disponime në ngutësimin. Unë e jemi gatë shumë e planu, po sot dush. E di që nuk i dhnohet edhe nuk muj me ngutës bashkë ashtu që ju shkom qefun se live këtu plus 18 të Ishim kone edhe ne kisha full pak ma shumë. Tregom cilat jenë gjërat që ta ndreqin ditën ty. Ditën mua ma fori institucione me pi një espresso. Një espresso, po. Tani po flasim, dhe? Po. Edhe ta I tjera të vinë me nanë, ma espresso ma nështë ditën sefte. Qka dëllet vjen për mas? Qka dëllet vjen për mas? Je gati. Ystrit përqafojmë shumë, falimderit. Edhe na juve jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë, edhe Cimi është I mrekullueshëm. Edhe faleminderit shumë për shoqim, edhe të dojna shumë. Ciao. Tung ciao. Po shkojna deri në Albi Mall, edhe na se aty ka gjëra të vogla që për me ta ndreqin ditën. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimit që na ka ofru shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur I bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundësu mos me pas nevoj me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehi që me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bo dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fmi. E me gjetë ushqimin ma të mirë e ma të frest në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me I gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mosu më shzet në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Janë do saga që nisin e mbarojnë.
Po rikthehemi në 049978 po vazhdojmë, po presim informatat e juaja rreth komunikacionit, po presim na tregu për pjesë më të ngarkuara. Unë po duam ju informua edhe një herë juve që jeni në veturë edhe që i doni derivatet më cilësore, shkoni tek Petrol Company. Nëse shkoni te Petrol Company në fushë Kosovë, keni më përfituar dizelën dhe benzinën për 1.19 për litër. Edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese, në lojë shpërblyese është një vetur, kështu që e rimbushni makinën me derivate dhe nuk e dihet vjen makina tjetër. Komunikacioni për ata që janë vetura në këto momente, ju tregojmë se ka kolon nga zona industriale në fushë Kosovë deri tek udhkryqi i katedrales, më saktësisht. E ngarkuar është pjesa nga Veterniku, nga Olbi Mall ku kem na Porzit, e deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Kolon shumë e gjatë është qasja për tek autostrada në Bresje, nga Slatina e Madhe deri tek qasja e autostradës. Çka ka ndodhur atje nuk e di, por po shihet që është një kolon shumë e gjatë. Për informata tjera dhe për vende tjera të ngarkuara me komunikacion, thjesht na dërgoni një foto edhe na informojmë gjithë pjesëtarët të tjerë në komunikacion. Çazim e ke kryer me telefonat sot, se po është që bëna thirr rapet, e mos më anzon linjën diku na tjetër, sepse brenda emisionit pe dini veç një herë një telefonat. Çfarë fion telefonata e radhës? Apo alo, alo. Berat nga Franca. Qysh je Berat, bonjour. Bonjour. Qysh je ane këne tani ato si di? Mirë, krejt, mirë. Jo, frangjesht ti dina. Po si di dhe frangjesht të shqip? Frangjesht, po dhe. Qysh është mirë dita, qysh je, a je mirë? Ka plot metoda me thonë mirë dita. A je lodh për shembull, se na kemi zakon për a je lodh. Salut e pas na arru. Sa je ly, sa ke ly, sa ly. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Bien çu që ke pas fat. Po nuk po doret. Po. A se kanë ata? Po desë lodhën francez. Na shqiptar zgjohemi të lodhur, bim të lodhur, rrim gjithë ditën të lodhur. Në 8:00 për market, i thua je lodh. Po bre, po vetë ai lodh. Çe, edhe në mëngjes njëri kur çohet mundet me kanë i lodh shumë. Në varë çka ke po ëndër. Po pra. Në varë. E kena pa një ditë na një garusha të natën vishun e di. Kur shoha i mosht frym. Po dhe po. Unë zakonisht shoh filma aksion për ndjekje të anekne edhe Kuku. Berat, qa kotri? Cilat janë gjërat e vogla që ta ndreshin ditën? O, na i drek, na i dark. Dhe me zonë ushqimi i mirë, po i bjen, a? Po. Një gotë verë. Na i mra me buz, na i farë lume, na i farë. A din kur që ondra dhëtë me pa me të madhe, Po, në shoqërinë shtrohet pyetja? Në shoqërinë e muzikës. Tjetër? Po e mirë kesh kjo? Tjetër? Po dhe. Tjetër? Qështu? Gjana tjera të vogla nuk kam nevojë për kur gjë, më thonë vetë. 1.70. Brunes dhe shkane 56-60. 90-60. Jo mi martu mi kam 3.000. Ani të s'ka lidhje na vish vetëm. Ate ondra. Po fantazojmë. Ondra shoh. Nëse s'ban me nguz beratin aty, nuk ban aty. Nëse, okay, një mbrëmje qetë, buzlumit, me ushqim të mirë, ani pak muzikë. Bojar shkruan privat. Berat. Shkruan privat tani. Në qitë numër. Po, s'ka problem të Qashtëse. Po ngushtohet Opa, na imi pikosh qëto. Berat, përshëndesim, faleminderit. Gjithat mira të në Hajde të falat krejt shqiptarve në Francë. Qka i të bo me këto Bujari, ma ka dërgu një video. O, Berat. Jo bre, Bujari, ma ka dërgu një Bujari, unë e pedi shka po flas. Së në piktina ja pësila emnin atina. Ma ka dërgu, do më thonë, Bujari, munges parkingut e stadiumi për parim thash që Prizren. Po gjobet policia ja kështu na ka dërgu një foto me na tregu që ati shko ka po aty. Ma thonë më zvete që kejtë veturat midis rrugës. Edhe ka ndalë policia me... Po normal që ju ndalë ata që kanë me bo tjetër. Nejse, falimderit shumë për fotën edhe për informatën që na ke dërgu. Alo, përshëndetje, Viber. Përshëndetje, Cimo. Kush ta përshëndet? Ramadan. Ku je Ramadan? Si je? Si po kalan? Mirë shumë që të përnu, apo të punohet? Dhe të ndëgju juve, po. Çfarë punë bën? Kam një lëkash të biznes familjar, ushqimor. Ushqimore, po Ramadan kena bisedua pse pas na harros. Po, marr to paskue, po runa që kur s'kam klient se me bë me orë me herë ndërprek. Si të vjen ti japja telefonin te unë, ai do të fol me mua, po ti krya punën, unë ja bëj do një 3-4 pyetje, ja marr më pak. Hajde tregom gjërat e vogla që ta ndreshin ditën. Hajt, po më nëna mos mi përsëricën e me, po ka shumë.
Para se me mbyll kur e nëmrej pazarin, bravo. Bravo, shumë e mirë. Faleminderit shumë, përshëndesim. Kaloni mirë. Eja ka qenë ky vit i mirë Ramadan për ndryshe? U kon vejra kon kogja e mirë. Okej. Kur ke kalla bloku. As tash ma vobek, tash normal, pak ma qetë. Në gjatësim, plot kur vinë mërgjimtar të mvesin, atë apo keni mirë kur vinë anardhen, po gjithçysh. Kur do që vjen tash me marr kështu si mesatare, ja 500.000 vetë, Kosovë si shtohen në vetë sakt që vinë, atë. O er pe Gjermania, o pe Deçani, në lagjet e ai lën diçka, po normal edhe merr ajo, veç patjetër diçka. Mjen mirë, ju shkoft mbare mirë puna. Faleminderit shumë. Faleminderit, kaloni mirë punë. Tung doni, e çu she patë emrin marketi? Është Shtrov si quhet, në emën fshatit, unë jam i Vështrit. E ku e ki marketin bashk? Nuk jam larg pe shkollës fillore Zënë Rajdini, një 400 metrë. Okej, shumë mirë. Se po ta për ata që janë të na ndëgjuar dhe nëse dojnë më nalë që të me pi diçka le të nalën. Një rrugove me plemja aftë. Merrni një rrugove dhe çështo. Edhe javcot mos e mësinë me përmend emrin e lokalit. Na ka shtu si vjet me ujrugove, se e di që e reklamoni, po na e kanë pru një frigorifer fort mirë. Ai ka mbo do 3? Edhe ka bo ajo për besë, ka bo të vetën. Ne kum vrejtë sa vere që ka pas punë ma shumë. Okej, faleminderit që na ke thirrë. Mirë po shumë. Këto jashtë me lonsën e jashtë pelon. Do të thonë që ujrugove gjithmonë janë për krahje jo vetëm të iniciativave të ndryshme kulturore, artistike, sportive, po edhe në përkrahje të bizneseve të vogla që është më e rëndësishme edhe po, një frezë i bukur jashtë me shishet e bukura, dizajnet e bukura e bën vetën. Swiss Diamond Hotel Prishtina gjendet në qendër të zemër Prishtinës. Edhe nëse doni, domethënë kjo mundet me qenë një gjë e vogël për ju, për më ndresh ditën, me shku me bo spa, në masazh, me hangër një dark aty, me bo një natë aty, pse jo, edhe me pas ditën perfekte. 038-22-0000 për juve që dëni me rezervu tani. Ja ku e ke telefonatën e radhës Fiona. Përshëndetje. Mirë dita, kush telefonon? Gjyshe aje. Hajde gjyshe. A je mirë? Mirë shumë. Cilat janë gjërat e vogla që ta ndreshin ditën? Gjërat e vogla janë spori, telefonatën që e mora me juve. Po, faleminderit. Që në ndresh një ditën për ditë gati. Faleminderit gjyshe, e vlerësojmë. E presin pa durim, tema shumë e mirë. Edhe në ndresh ditën buzëqeshja e juve, por e juetja më shumë. Bravo. Gjyshe, faleminderit. Arsimi që të vetën kuadër lutem po. Unë po them po kot, nuk është të mundur. Kam ja boj misionet, kam ja tregu vetën edhe me ja numëru sa arpo kesh. S'ki nevojë hece, dione. Shumë serioz djalë. Serios. Është me krejt komplet kështu pi zemrë. Po. Gjyshe falenderoj shumë për çfarë. Janë zemrë shumë. Jo gjyshe mos e tepro tash me një. Unë e buzëqeshja jam ta ndresh ditën, leve çikaç. Mos e presh. Jam në xhesit edhe kafja që piva pak më herët. Kafja pas ditës, okay. Faleminderit gjyshe. Faleminderit për ju. Simit për çafon shumë, faleminderit. Po, jo se unë nervoz. Për çafoja ti Fionën mirë, është në rregull është. Nervoz serioz, diçka kanë more këta njerëz, di çu po më shohin. Serioz. Bash po më intereson me di çu po më shehni. Mu po më intereson që po më shohin. Po se di që ata po çudit në Fion, më avon që to syzat mira. Atja avon syzat e mia që në Vishnjare. Leve që ka. Kolon edhe një foto që ka arrit në këto momente, kolon shumë e gjatë nga Vetërniku deri te krethi i ambasadës, kolon e gjatë nga Shkabaj deri poshtë Vetërnikut, po mbetet me kolon qasja për te krethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje. Kush ta përshëndet? Venera. Venera, si kalon? Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Juve? A çka serioz jam Venera? Som tanu sot. Jo, më që. A Vener? Oj Vener. Pa veni që po kesh. A jam serioz ajo, mos kesh, bëno serioze. Jo, okay. Bon serioz je. Po jam normal. Unë jam këtu para televizionit, nuk më Venir që të përgjigje këtu krit. Jo, më s'mërë. Je dhe na jërë në mores. Jam, tash kush mundet mi kuptu, se dhe më thonë ka shumë e rotla, e vërtet është. Po, hajde tregon cilat jera të gjërat e vogla që ta ndreshin ditën ty. Një çokollat, një kafe, mjafton.
Çepre, gjërat vogla çto janë. Gjërat vogla. Ti që ka ladh me ta pru dikush me thonë që se umron mend për ty. Dhuratat më risi përmendi kërkosh. Po jo nas për ju për gjërat mëdha, po një kafe. Një kafe, ta ndreq. Edhe një çokoladë që po dhuti dhurat me ta pru dikush, ndaj kolegë, për shembull ndaj kolege me një mëngjes është po çfarë. Andrej sa një gjë e vogël kish më kanë, më thonë me orë 2 rroka për një herë. Normal. Një 100.000 euro edhe ajo është e vogël. Ose mohabit shefi me ta qit 500 euro më shumë për shembull. Gjë e vogël është ajo. Jo i hek me zero. Ma mirë di kafe. Jo, lutem mos gaboj gjëra të tilla. Faleminderit shumë, je mrekullueshme tung. Tung kalofsh mirë. Pushim vjetor, pushim shëndetësor, kredi kisha marrë. Ma mirë, është diçka ajo atë apo kupton? Çe? Fatmirësisht bankomatin u habita atë. Se mos punash krungin ti. Jo, që merre telefonatën. Ajo që Visari në shok po thot rrafsh po ta bën. Kërkon e ke fjalën Visar. O Visar, mire kite. A venerën acimin a përkon, a për gjyshënoje. Mire kite Visar. A për krejt ata që na thirrën që nga fillimi i emisionit. Alo, përshëndetje. Mire ki Visar. Këto orë bitor këto. Që njëri që gjithmonë flet sinqert. Hajde ashtu të shka me dënë ti. Ta ashtu të sort. Jënë rafsh, shtu komplet. Jënë të drejt për drejt. Jashtu të sort. Urnani. Qka me ndonë për nën temën e sotme? Ola, ja dërgova një kong që ja dërgova të një projekt muzikur. Qka është taj projekt? Ma shumë po bën kong të da Finazi Qiri. Vish kur të shanë sa një helë. Ditën më kanë rejsh. Besoni më kanë rejsh ditën, sinqeresht. Shumë ka dali bukur. Ani, kena më mundu me dëgju tani, po për shka bot fjallë, qka është ke kong? Është një poezi, një dëgjuse e emisionet të mia. Ta ka dërgu ty edhe t'ja ke po konga? Interpretuese shumë e mirë e vjershave poezive, edhe e prej poezisë kam nxjerr kong, domethënë doli projekt fantastik. Kjo gjë ta ka ndriç ditën, apo i vjen që shtom? Po përbes, shpesh këto projekte të mia kur dalin më ndriç shumë ditën. Shumë mirë. A ke menduar ndonjëherë mu bë tamam producent? A veç për hobi kështu ke qef? Unë kam vesh për muzikë, se unë jam rrit me muzikë, unë goj Ravello. Edhe unë kam vesh për miliona, po. Ja ma duhet të pos për miliona. Diti Allah qaf kësha këshim boj s'ta vesh të mi. So do producent kanë vesh për muzik, po tani po shihet rezultati çka po bëjnë. Unë shkrova çka më nesh ditën, po s'po gëzoj me thon se live zbon me thon. E lexojmë pjesën e dytë. Ja shkrova atje, sigurisht. Edhe patjetër gjëra të ka plot gjëra të vogla që na ndreshin ditën. Për shembull buzëqeshje, nisan një fjalë mirë, nisan. A vesh që nuk ka mundë direkt me thon, vesh është ka stil. Jo se koka është diçka që për mes bën mu promovu. A mo me kafe shkon shumë. Shumë shkon, po përveç. A pidi për shka e ka fjallë. Nëse për buzëqeshje, po ta buzëqeshje. Okej, hajde faleminderit shumë, mos e ma fal. Respekt, kanë një bukur tong. Tongi është toksor, ishte kënaqësi, a kena kohë për një telefonat apo s'ka për të përshëndetur? Mos harroni në Albi me Undal te Rubini, e keni katin e dytë për stolit më të bukura të diamantit, e keni linjën e diamantëve atje, edhe të arit 14 ose 18 karat, e keni në qendër të Prishtinës edhe në Ferizaj me 2 pika të tjera. Kaq për sot, vazhdoni me qëndruar me neve se në pjesën e dytë ka shumë gjëra të bukura për cilat do të folim. Jo mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me jap shumë dashni. Deri nesër paqit plot shëndet, bona më serioz, ç'është ajo mish tash tani? Po, okay. Deri nesër paqit plot shëndet, tung. Direkt nga Prishtina. My station. This is Glam Radio. Zgjedhja juaj më e mirë. Zgjedhja juaj